Pas nëntorit vjen dhjetori, pas fitores këtu në Obiliq që u bë kastriot me kryetar Halilin, vjen fitoria e vetëvendosjes anëmbon Republikës. Faleminderit qytetarët të Obiliqit që edhe vjeshtën edhe dimrin për na vënë verë. Kësaj radhe, ne të gjithë me plot gojën themi mos lëshope, sepse është mpyetje edhe siguria e Republikës, edhe begatia për qytetarët. Andaj, let mos lëshojmë pe e me 28 dhjetor, leta votojmë të gjithë, secila e secili, numrin 116, lëvizjen vetëvendosje dhe kandidatët e saj të shkëlqyeshëm që do ta konstituojnë me shpejtësinë fillim vitit ardhshëm legjislaturën e 10 e do ta japin edhe një mandat për qeverinë tonë, për qeverinë tuaj të mbarë e të mirë. Gjatë këtyre 4 viteve të dashur qytetarë të Obiliqit, ekonominë që e kemi gjetur 7 miliard në vitin 2021, si vjetë e kemi ngritur në 11 miliard, pra për çdo vit ja kemi shtu ka 1 miliard, e vitin e ardhshëm do të bëhet 12 miliard, e atyne para neve u janë dashur 3 vjet për 1 miliard rritje në ekonomi, ndërkohë që neve vetëm 1 vit për 1 miliard rritje në ekonomi, 3 fish më të shpejt se ata jemi na. E kjo është shumë e rëndësishme, sepse që fitojmë e dalin partë, nuk e ka askush, as një fije, dyshimi, askun. Gjithë e dinë që vetëvendosja është e para. Po të nderuar të pranishëm, jemi në një situatë pak çuditshme, se edhe kur fiton, nuk njihesh si fitues. Pra, ne jemi bërë bashk me Partinë Guxo, me Partinë Alternativa, me Partinë Shqiptare Demokristiane dhe kemi po ashtu kandidat që janë pa parti, të gjithë jemi bashk për sigurinë dhe begatinë e Kosovës, po ata të tjerët të gjithë janë bërë bashk kundër nesh. Kjo do të thotë që nuk mjafton me i mujt një ka një, as 2 ka 2, po të me i mujt të gjithë bashkë ata, e 28 dhjetorin e keni datën, 116 e keni numrin, lëvizja vetëvendosja është subjekti, na e bëni një fitore edhe më të madhe për triumf vendimtar. Këtë ekonomi që e kemi rritur, ne nuk e kemi mbajtur vetëm të shteti, por e kemi shpërndar dhe e kemi investuar. E kemi investuar në 700 kilometra rrugë të ndërtuara dhe në 870 kilometra që janë në ndërtim e sipër, 50% për të cilave janë në përfundim, ndërkohë që 100 kilometra prej kësaj infrastrukture rrugore janë në veriun e Kosovës. E viti i kaluar 2024 ishte viti rekord i investimeve kapitale, 654 milion euro. Në mandatin ardhshëm, asnjëri prej 4 viteve të qeverisjes sonë nuk do të jetë me më pak se 1 miliard euro investime kapitale në Republikën e Kosovës. Por 1 miliard euro do t'i japim për 4 vite edhe për prodhimtarinë vendore. Shteti do t'jetë hipotek për ata që e investojnë fitimin, për ata që duen të hapin vende pune, të rrisin eksportin, të zëvendësojnë importet dhe në këtë mënyrë të bëhen pjesë përbërëse
edhe rritjes ekonomike të Kosovës, por edhe të hyrave bugjetore të shtetit tonë. 1 miliard euro për prodhimtarin. Dhe gjithashtu 1 miliard euro për ushtrin. Në 2018-2020, qeveria aso kohe as 4 milion euro për armatim dhe municion. Qeveria jonë për 4 vjetë, ma shumë se 430 milion euro, pra ma shumë se 100 herë ata. Para neve të dashur qytetar, policia e Kosovës ka qenë më e armatosur, më e madhe, më e fuqishme se ushtria jonë. Kjo po ndryshon, e keq tavonin prej 5.000 pjesëtarëve të FSK-s, tash mund të shkojmë edhe më shumë se 5.000, kena dyvishu numrin e qizmeve në tokë, i kemi shtu ushtrisë tonë drona TB2 Bayraktar nga Turqia, drona Skydagger Kamikaze nga Turqia, drona Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sistemin Javelin antitank nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të blejmë helikoptera, skiftera Z Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Gjakov do të kemi fabrikën e municionit për ushtrin ton dhe fabrikën për prodhimin e dronave made in Kosova. Po ashtu e kemi shpier edhe më lartë tavonin e moshës. Forca e Sigurisë Kosovës e ka pas tavonin 23 vjeç. Më shumë se 23 vjeç nuk ke mujt mu inkuadru në FSK. Tash e kemi bon 25 vjeç, i ftojmë djemët e vajzat, gratë e burrat që duan të angazhohen, dhe jemi të interesuar që në fund mandatit nga rreth 300 ushtarake, sa i kemi në forcën e Sigurisë Kosovës, ti kemi 1.000 gra e vajza në ushtri. Ndërkaq, të gjithë ju që jeni të interesuar mund të bëheni pjesë e rezervës vullnetare të ushtrisë Kosovës, do t'i kryeni ushtrimet, trajnimet në kuadër të mbrojtjes gjithëpërfshirëse, se cili do t'a di se ku do t'jetë e çfarë do t'bëj në rast të fatkeqësisë natyrore apo konfliktit armatosur, dhe do t'kryhen edhe kurset për ndihmën e parë, edhe kurset për përdorimin e armëve, dhe se cili prej jush do t'a ketë pushkën, jo të shtëpia apo në kazermë të FSK-s, ju do t'a dini, ju do t'a dini vendin ku e keni pushkën në rast të rrezikut për shtetin e përkombin ton, por po ashtu edhe ata në FSK do t'a dinë se ku jeni ju në rast të një rreziku të tillë. Në këtë mënyrë e gjithë shoqëria jonë ngritet lartë dhe organizohet për mbrojtje rreth ushtrisë tonë që po ngritet lartë e më lartë, sepse edhe po rritet për nga numri, edhe për nga pajisjet e armatimit modern dhe të municioneve të shumta. Përveç 1 miliard në prodhimtari dhe 1 miliard në ushtri, do të kemi gjithashtu edhe investime për sportin, për kulturën, për rinin. I kemi lojrat mesdhetare 2030, 20 stadiume do të ndërtojmë në 18 komuna të Kosovës dhe do të vazhdojmë me lartësimin e vendit tonë në arenën ndërkombëtare. Të dëshmojmë se ne mund të organizojmë edhe aktivitete e ngjarje të ndryshme ndërkombëtare që rinia të jetë aktive e gjithnjë më e gjatë. Pastaj, gjithashtu, ne e dim që kemi mungesë të ujit dhe do të na duhen 5 diga të reja. Kuqica, Pollota, Desivojca, Firaja edhe Dragaqina.
dhe 4 diga të tjera për të cilat do të bëjmë studimin e fizibilitetit. Sepse siguria nuk është veç policia, ushtri, siguria është edhe ujë. Por ju e dini më mirë se të gjithë që siguria është edhe energji. Prandaj, në termocentralet e Kekut do të ndërtojmë edhe një termocentral të ri nëpërmjet gazifikimit të linjitit. Sepse ekonomia jonë që po rritet ka nevojë për më shumë energji se sa që kemi tani. Mandati i ardhshëm do të jetë edhe mandat i hekurudhave. Prishtinë, Durrës, Hani e Lezit, Fush Kosovë, Mitrovic, Leshak dhe gjithashtu hekurudha që e lidh aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari me kryeqytetin Prishtinën, që është shumë e rëndësishme për bashkëdhetarët tonë që tashmë kanë filluar të vinë masivisht për festën e vitit të ri, që janë nisë 30 më herët se vjet me 28 dhjetor. Përveç se policisë e ushtrisë, ne nuk e shikojmë shoqërinë tonë, popullin tonë, vetëm për nga fushërimtaria, por edhe për nga shtresat dhe nevojat sociale. Konkretisht, jemi kujdes në veçanti për nonat edhe fëmijët. Fëmijët nuk kanë pas shtesa në Kosovë, para qeverisjes sonë, kanë qenë 0, i bëm 10 euro, pastaj 20 euro, pastaj 30 euro, dhe ju e dini që sfundmi, shtesat që ishin për një familje që i ka 2 fëmijë nga 20 euro, 20 euro gjithsej, i bënëm nga 30 euro, 60 euro, për ata që i kanë 3 fëmijë ma shumë, ishin 30 euro, i bëm 25 euro, pra një familje me 3 fëmijë ka marrë 90 euro, mas ne i merë 135 euro, një familje me 4 fëmijë që i ka marrë 120 euro, tash i merë 180 euro, me 5 fëmijë që i ka marrë 150 euro, i merë 225 euro, sa ma shumë fëmijë që ashtë ma shumë shteti do tjetë pranë jush që t'ju mbështes e t'ju ndihmoj. Por, na këtë do t'a dyfishojmë. Shtesa për fëmijë 25 euro, në mandatin e ardhshëm bëhet 90 euro. Dyfishi. Me qenë se në vitin e ardhshëm rritet paga minimale, do të rritet edhe mbështetja për nënat e reja për lehonat. Sërish nuk ka pas mbështetje për tonë të kalumën. Ne e fillu me pagën minimale që shë gjetëm 170, pagën minimale bënëm 350 euro, edhe lehonat u mbështetën me aq, ndërka që në mandatin e ardhshëm, me 1 janar paga minimale bëhet 425 euro, me 1 korrik bëhet 500 euro, po aq bëhet edhe mbështetja për nanat e reja, lehonat, që dhe më thonë i marrin për 6 muaj, gjithsej i marrin 3.000 euro nanat e reja të vitit 2026. Në Kosovë i kemi gjetë 350.000 të punësum pranverën e vitit 2021, tash që po flasim janë 435.000 të punësum, 85.000 ma shumë punësum, apo 24% është rritë punësimi, pa punësia ka ra për 26% në 11%, dhe jo vetëm kaq, është dyfishuar numri i trive nga mosha 16 dhe 24 vjeç që janë punësu. Kanë qenë më pak se 29.000, janë më shumë se 60.000. Dhe sidomos me programin Super Puna, të gjitha trejat dhe trit, prej moshës 18 dhe 29 vjeç, 23.000 sosh janë punësu se kanë marrë bonus për 6 muaj pagën minimale në sektorin privat, pavarësisht firmës që janë punësu, e këta 23.000 vete janë punësu në gjithsej 16.500 firma të Kosovës. Kjo ka ndiku në rritjen e bizneseve, qarkullimi i të cilave është dyfishuar si vjetë krahasu me vitin e parë para pandemik 2019, prej 12.5 miliard, 25 miliard si vjetë qarkullimi i bizneseve në sektorin privat në Republikën e Kosovës. Na jena shumë falenderus të në punëdhënësve që e bartin barën e punësimit dhe kontribojnë kaq shumë për bugjetin e shtetit, të cilin e kemi gjetë 2.4 miliard në 2021,
Hoti Bajrami, 3.6 miliardë si vjetë, 4 miliardë është bugjeti i Kosovës në vitin 2026. Gjithashtu, po përpiqemi ta lidhim sa më shumë arsimin profesional me tregun e punës, ashtu që për një diplomë shkolle të ketë një vend pune. Sepse dikur ka pasur një nxitim e zgjerim të madh në studime, shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare, diplomaci, në 30 ambasada e kena ku mi qu gjithë ta që diplomojmë atje, e është e nevojshme të shkojnë ka shkenca teknike, natyrore dhe ka zanati. Për shembull, kam shku në për fabrika në zonën e Ferizajit, që është një zonë e jashtëzakonshme industriale, hynë brenda aty, 2 inxhiniera, njëri nga Turqia, tjetri nga Kina. Shkon të Saldushi prej Pakistanit. Shkon tek agjustatori prej Bangladeshit. Shkon të elektricisti prej Filipineve. Unë s'kam asgjë kundër. Kjo kallëzon që ekonomia jonë përrritet dhe nuk kemi mjaftueshëm fuqi punëtore sa kemi rritjet bizneseve. Qysh i ka ndodhur Gjermanisë, Austrisë dhe vendeve të Evropës perëndimore që kanë marrë shqiptar e të tjerë për ekonominë e tyre, në atë pikë sa më shumë që i afrohemi Bashkimit Evropian, po vime edhe na vetë, edhe neve po na vinë nga Azia e largët. Mirë pa ajo çka jemi na të interesuar është që edhe ata të cilët janë të papunë në Kosovë të punësohen që të gjithë. E këtu në veçanti hapësira e madhe për punësim është për gratë, sepse janë shumë jashtë të qenit ekonomikisht aktive. Super puna për gratë nisë në vitin e ardhshëm, 6 muaj, paga minimale, kudo që punësohen ato. Pra, nëse një biznes dëshiron një gruaje që e punëson, mja dhonë veç pagën minimale, në verën e vitit ardhshëm, veç 500 euro, na ja bojmë 1.000 euro. Për 6 muaj ja japim pagën minimale. Pse po e bëjmë këtë? Sepse ju e dini në kulturën tonë që është bërë dukuri, që vajzat fillojnë me punu kur janë të 20-at e hershme, kur janë 21, 22, 23 vjeçare fillojnë punën, ndoshta edhe më herët. Mandej në 20-at e vonshme martohen, lindin fëmijë dhe kur dojnë moshën 42 a 43 vjeçare, mu kthyn tregun e punës, e kanë të pamundën, sepse e kanë shkëputjen e madhe dhe i kanë humb aftësitë për tregun aktual të punës. E neve na duhet çato gra me pas mundësi mu kthyn punë kur t'ju rritën pak fëmijët. Prandaj superpuna për gratë është shumë e rëndësishme dhe qerdhe duhet të ndërtojmë sa më shumë që të ketë edukim të hershëm për fëmijët. Vetëvendosja me qeverisjen e saj i ka ndërtuar 73 qerdhe për 4 vjet me gjithsej 42 milion euro. Ata para neve 17 vjet veç 4 qerdhe. Që i bjen as një qerdhe në mandat nuk e ka ndërtu. Ata as një qerdhe në mandat, ndërka që ne 73 për një mandat. E dim që do të ketë fshatra ndoshta pa qerdhe. E në atë rast, gjyshës edhe gjyshit, kur janë të punësum të dy prindrit, ja japim ka 100 euro që kujdesen për niprit edhe mbesat si shtesë pensionit të tyne bazek. Ky është një model që e kemi marrë për shembull prej Suedisë. Qysh e kena marrë prej Gjermanisë, Zvicrës edhe Austrisë, modelin që me u trajnu në vendin e punës. Aftësimi profesional në përmjet sistemit dual, ata që në Gjermani e quajnë Ausbildung. Pra, kjo është synimi ynë që të shkojmë në Evropë të e pru Evropën këtu, si model të mirë qeverisjes dhe të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Edhe sa i përket pensioneve, i kena gjetë 90 euro, i kena rrit 100 euro, 5 herë pensionistat e kanë marrë ka 100 euro një shtesë që i bjene ka marrë pensionin 13, 120 euro, tash është 150 euro pensioni, që është rritet ekonomia, do t'i mbështesim edhe moshën e shtyrë, të cilve ua kemi shumë borgjë, shtetin që e gëzojmë, lirin që e kemi, urtësin ton popullore dhe kontributin që ngelet i pashlyeshëm e i paharrueshëm për brezin ton dhe ata që do të vinë pas nesh.
Do ta bëjmë edhe transportin on-and-bon. Me 10 euro bilet të integruar do të mund të udhtoni në çdo skaj të Kosovës. Bilete integruar. E kemi miratuar edhe programin mobiliteti për studentat prej Obiliqit që dojnë me studiu në Prishtinë, e kanë një mbështetje. Nëse studiojnë pak ma largë, në Pej ose në Gjilan, në Prizren ose në Mitrovic, do ta kenë mbështetjen më të madhe. Sa më largë vendi i studimit prej vendit të banimit, aq më e madhe mbështetja e shtetit për ata student që kanë koston më të lartë të studimeve. Arsimi, padyshim që është themel i zhvillimit gjithandej, edhe këtu në Kastriot, me rreth 4500 nxënës në 15 shkolla fillore, 2 shkolla të mesme dhe 3 qerdhe, sistemi ynë arsimor këtu përballet me kushte jo bashkë të mira. Ne angazhohemi që brenda mandatit tonë 3, e brenda mandatit të parë të Halil Thaqit kryetar, ta ndërtojmë shkollën fillore. Ta ndërtojmë shkollën fillore në Kastriot dhe aneksin e shkollës në Kozaric, si dhe ndërtimin e palestrave sportive në Mazgit të Epërm dhe në Breznic. Pastaj, qerdhet e reja, në Dardhisht, në Lajthisht, në Breznic dhe në Obiliqin e vjetër, për zgjerimin e qasjes në edukimin e hershëm dhe krijimin e vendeve të reja të punës për edukatorët. Dhe arsimim profesional, funksionalizim të kabineteve të shkollës profesionale, bashkëpunim me Kekun për praktikën e nxënësve dhe angazhim i stafit specializuar për pajisjet moderne. Këtu, ma shumë se kudo, ka nevojë për shërbim shëndetësor, bashkë me komunën do t'ja nisim fushatën e madhe për parandalimin e smundjeve malinje dhe kontrollat e rregullta parandaluese. Bashkë me QKUK-n, në Obiliq do të hapet reparti dedikuar për zbulimin e hershëm të sëmundjeve malinje dhe programi i vizitave sistematike për banorët e zonave të rrezikuara. Obiliqi ka potencial të madh në bujqësi, gati gjysma e territorit është tokë bujqësore dhe ma shumë se 1/3 janë tokë pyjore. Ne do të vendosim bujqësinë edhe fermerin në qendër zhvillimit ekonomik lokal, duke siguru investime, subvencione, grante dhe politika që mbështesin prodhimin vendor, andaj edhe kemi planifikuar masat në qeverisin e re, në komunën tuaj, bashkë me komunën tuaj, si që dini është 1 milion euro në vit për mbështetje fermerve, pastaj ndërtimi i 6 mini shtallave çdo vit, mbështetje për fermat e reja dhe pajisje moderne si sistemet e mbyllura të mjeljes për cilësi dhe siguri më të lartë të qumshtit, mandej instalimi i sistemit të ujitjes për 450 hektar tokë bujqësore në Babimost, mbështetje për krijimin e pikave grumbulluese të qumshtit dhe perimeve, duke siguruar zinxhir të plot prodhim shitje, dhe e dini që komuna këtu tashmë ka premtuar 8 cent për çdo litër qumshti, deri 1.2 milion litra qumsht në vit. Pajisje për fermeret, siç janë dhënia 24 traktorëve kompakt për fermeret me toka nga 1 deri në 3 hektar, dhe pikërisht me mua si kryeministër e me Halil Thaqin si kryetar këtu, ky bashkëpunim e bën të mundur realizimin e të gjitha këtyre. Tjetra, ngrohja qendrore kogjenerimi. Një pjesë të madhe të energjisë elektrike ne e shpenzojmë për ngrohje. Dhe merrem me mend se çfarë bëjmë. Energjinë termike, kur digjet qymyri, e kthejmë në energji elektrike në daljet generatorëve. E masnej energjinë elektrike që e marrim prej Kekut, e kthejmë prapë në energji termike në për shtëpitë e banesat tona. A e kuptoni, energjia termike bëhet elektrike, cila bëhet termike. Prandaj kogjenerimi është zgjidhja, do ta bëjmë funksional sistemin ekzistues të ngrohjes me avull. Pra pa pas nevojë me u shndru energjia termike në elektrike për të ribërë termike, ngrohja me avull në vendbanime të tjera së bashku me komunën e Obiliqit,
e drejta e qytetarëve për ngrohje me avull është e garantuar me ligj dhe do të trajtohet si prioritet strategjik i mandatit tim tret e të Halil Thaçit të parë. Uji i pijshëm është gjithashtu në fokus tonë, do të zëvendësojmë rrjetin e vjetruar të gypave me sistem modern, duke siguruar furnizim qëndrueshëm dhe presion të mjaftueshëm të ujit, sidomos në zonat rurale. Uji na duhet për industri, amvistri e për bujqësi. Transport publik për gjitha vendbanimet, organizim dhe subvencionim për kilometër të linjave, banim të përballueshëm, programe për ndërtimin e banesave me çmime të arsyeshme për familjet me të ardhura të ulta, çiftet e reja dhe kategoritë nevojë. Tash e kemi një kryetar të komunës i cili nuk bën ankesa apo bën kërkesa, e kërkesat e tij që janë nevoja t'juaja do të hasin në përgjegjësinë time që do të jetë përgjigja me prioritet për juve banor të Kastriotit. Do të ndërtojmë qendrën multifunksionale për rini dhe inovacion bashkë me komunën e Obiliqit, pastaj trajnime dhe zhvillim profesional në fushat e programimit, teknologjisë, inovacionit dhe aftësive digjitale, sepse Kosova do të ketë valutën e vetë digjitale, dhe do të ketë një kull të sektorit të teknologjisë, informacionit dhe komunikimit në Prishtinë, me qenë se i kemi diku 20.000 inxhiniera softverit, developera zhvilluar si quhen ndryshe, në 1.500 kompani që përgjithsisht shënojnë 6% të bruto produktit vendor. Veç sa për krahasim, teknologjia e informacionit, transformimi digital që po ndodh në vendin tonë, është 6% e ekonomisë tonë, a bujqësia 7%. Merrni me mend sa shumë i është afruar bujqësisë teknologjia e informacionit. Edhe kjo duhet të shtrihet në gjithë Kosovën e duhet ta përfshijë edhe Obiliqin. Mandej hapësirë kreative dhe bashkëpunimi për projekte të ndryshme për rinin, ndërtimin e terreneve sportive në Kozariz dhe Babin Mos, për të ofruar hapësina për aktivitete sportive dhe rekreative, me ndriçim dhe pajisje bazë për stërvitje, trajnim dhe licencim për trajner të ri lokal, pastaj trajnime profesionale dhe licencim të standardizuar, sa ma shumë që i afrohemi Bashkimit Evropian, qaq ma shumë do të na duhet të respektojmë standardet për certifikime, për licencime, dhe angazhimin e këtyre trajnerëve të certifikuar në klube dhe në programe komunale. Qendra komunale e mjekësisë familjare e re do të ndërtohet në Obiliq. Pra ndërtimi i QKMF-s do të ofrojë shërbime shëndetësore cilësore për gjithë qytetarët, me kryetarin e komunës së Fushë Kosovës, Valon Prebrezën, ministri i shëndetësisë, dje e kanë nënshkruar memorandumin e bashkëpunimit për ndërtesën e rrethet QKMF-s, edhe Obiliqi gjithashtu do ta ketë po të njëjtin fat të mirë që edhe këtu ta ndërtojmë QKMF-n e re. Në tymtarët e Kosovës A dhe Kosovës B, që me sa mora vesh sot po punon me të 5 njësit, 2 të B-s e 3 të A-s, do të vendosën filtrat, stadiumi i qytetit do të ndërtohet në mënyrë moderne për me fuqizu sportin, edhe do ta përmirësojmë infrastrukturën rrugore me theks të veçantë në zhvillimin e projektit për rrugën e Qyqavicës dhe shndërrimin e kësaj zone në zonë turistike. Do ta ndërtojmë edhe impiantet e ujrave të zeza në Obiliq edhe në Miloshev për mjedis sa më të pastër e të shëndetshëm, pastaj ndërtimin e oazës së gjelbërt në qendër të qytetit siç ka premtuar komuna, transformimin e hapësirave urbane në zona ekologjike dhe relaksuese përmes dislokimit të stacionit policor dhe mbjelljen e drojve e të pyllëzimit të zonave strategjike, qeveria bashkë me komunën, sidomos në Qyqaviz dhe në malet e Kozaricës. Do ta bëjmë mbulimin e kanaleve të ujrave të zeza, përmirësimi i higjienës urbane dhe rurale në lagjen e Fanalive, si dhe në fshatrat Lazarev dhe Bakshi, duke siguruar
standardet mira të jetesës dhe do ta bëjmë pastrimin e shtretërve të lumejve Sitnica, Llapi dhe Drenica. Për të rikthyer edhe një herë te stadiumi Agron Roma, do të rindërtohet ai dhe do të shndrohet në qendër sportive moderne kulturore me fushë 3, tribuna, ndriçim, hapësira për klubet dhe të rinjt. Krahas kësaj, secili klub sportiv aktiv do të mbështetet me 20.000 euro për pajisje, trajnim, gara dhe zhvillim. Do të përkrahen ekipet e vajzave dhe grave për mundësitë barabartë në sport. Dhe ky pra nuk është veç investim në infrastrukturë, por është investim në shëndetin e qytetit dhe në energjinë e rinisë së Kastriotit. Pra, Obiliqi, Kastrioti ynë, do të jetë pjesë e zonës metropolitane me Prishtinën në kuptimin infrastrukturor, ekonomik, shoqëror dhe kulturor. Blegtoria është e rëndësishme, shtyllë e jetës rurale, e për fermerët, puna e tokës na dim që është dinjitet. Prandaj do të subvencionojmë familjet që mbajnë deri në 60 krerë lopë qumshtore. Do të rritet prodhimi vendor, do të përmirësohen kushtet e mbarshtimit, do të stabilizohen të ardhurat e fermerëve edhe do të hapet tregu i garantuar, që çdo litër qumsht e prodhuar ta ketë tregun me çmim 54 cent plus 8 cent, 62 cent për litër. E të dashur qytetarë të Obiliqit, Kastriotit, për t'i realizuar që të gjitha këto, është e domosdoshme që me datën 28 dhjetor, i madhe i vogël, burra e gra, djem e vajza, me kojshi e koleg, me miq e me dashamir, me teze, holla, doja, gjallor, kushërit, tafërt e të largët krejt, kuj njëni e ku si njëni. Votojeni me 28 dhjetor numrin 116 dhe pasi t'ja bëni tik ose x numrit 116, mas një keni edhe atë shtyllën e 2 djathtas me numrat prej 1 deri në 110. Aty votojeni arkitektin tuaj, deputetin e ardhshëm Gazmend Krasniqin, por votoni edhe 9 tjerë, se 10 veta mund t'i votoni. Nuk bën 11, bën 8, po mas mirë t'i është 10, me shfrytzu maksimalisht të drejtën. Pra, votoni 10 veta, besoni, këndo që e votoni nuk gaboni. Se cili është maj mirë se tjetri, po që ato që ja u ka ngro zemrën pak ma shumë, ja u ka mush menën pak ma shumë, votojni në tonën e djathtë. Këndo që e votoni nuk gaboni, anë këtë tonën e majtë, që se votoni 116 gaboni. Andaj, me 28 dhjetor, mos gaboni, pra votojni 116, e anë i djathtas, votojni këndoni se s'gaboni. Në ato zgjedhjet lokale i keni pas njëherë 2 fletë votime, e mas ne veç një fletë votim, ne fletë votim i verdh, një i kaltërt, këtu është veç një. Majtas, lëvizjave të vendosje, djathtas, 10 kandidat në mesin e 110-ve që ju doni me i pa në kuvendin e Republikës. Votoni paradite, votoni në mëngjes. Edhe me bashkadhëtarët që ju kanë ardhur, votoni sa ma herët, në mënyrë që kur të raportohet dalja në ora 12 mesdit, të dalë që është pjesëmarrja rekord, për fitoren rekord që shpëna vynë neve të vetëvendosit. Mos e leni me votu masdite, se që shedinin kulturën, traditën tonë masdite ju vjenë na i mësafer, e para me do me ordë mësafiri e nuk ke votu. Mas ne, nëse dënë me dollë masdite, duhet me ilonë dë njerës shpis me najtë me mësafirin. Që ata që rinë me mësafirin, mesin pa votu. Edhe besoni që nuk është more, masit keni votu ju në mëngjes ose paradite,
kur t'ju vjen mysafiri mas dite, mos me prit me u përkulaj për me izboth këpucat, po pyeteni një herë, a ka votu? Nëse s'ka votu, nuk është more me i thonë, ja, ti me izboth këpucat hiq, po shko një herë voto aty të shkolla, e na të presim këtu se s'kem ku shkojmë. Na e kena kry numrin 116, lëvizja vetë vendosje fituse e zgjedhjeve. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen, për krahjen dhe vëmendjen. Natën e mirë e mirëpofshim.